Fondi humanitar të Rieshi shënon 10 vjetorin me mbrëmje jubilare këtu në Michigan. Me rastin e 10 vjetorit themelimit, Fondi humanitar të Rieshi këtu në Shtetet e Bashkuara do të organizojë një mbrëmje solemne jubilare më 19 qershor, duke filluar nga ora 7 pasdite në ambientet e kishës së Shëmpalit në Rochester Hills. Ky aktivitet e veçantë do të shërbesë një ngjarje festive dhe humanitare gjatë së cilës Fondi humanitar të Rieshit do të hapë dhe një fushatë për mbledhje fondesh. Mjetet e grumbulluara gjatë mbrëmjes do të përdoren për përmbushjen e nevojave humanitare në vendlindje, duke vendosur mision pamirës nga fondi që ka ndjekur gjatë një dekade veprimtarie. Hyrja në këtë mbrëmje do të jetë falas për gjithë pjesëmarrësit, ndërsa të pranishme do t'u ofrohet një darkë e plotë si shenjë mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme të kauzave të fondit.